Çmimet e karburanteve në vend kanë psuar një tjetër ulje, pasi Bordi i Transparencës ka vendosur të rishikojë për herë të dytë brenda një dite nivelet maksimale të tregtimit të naftës dhe benzinës. Sipas vendimit të ri, çmimi i tavanit naftës në pikat e shitjes me pakicë është ulur në 192 lekë për litër, nga 195 lekë që ishte më parë. Në tregun me shumicë, nafta nuk do të mund të tregtohet mbi 180 lekë për litër. Edhe benzina ka psuar të njëjtën ulje. Çmimi maksimal i saj në tregun me pakicë është përcaktuar në 172 lekë për litër nga 175 lekë për litër që ishte më parë, ndërsa në tregun me shumicë, kufiri maksimal i shitjes është vendosur në 160 lekë për litër. Sipas Bordit të Transparencës, përdogaritja e çmimeve bëhet duke marrë në konsiderate curinë e bursave ndërkombëtare dhe lëvizjet e tregjeve të hidrokarbureve, të cilat ndikojnë drejt për drejt në koston e importit. Çmimet e reja do të mbeten në fuqi deri në një vendim të ardhshëm të Bordit, i cili monitoron vazhdimisht zhvillimet në tregjet ndërkombëtare për të përcaktuar nivelet e reja të tregtimit të karburanteve në Shqipëri.